Mirë dita dhe fundjavë të bukur, relaksuese, çlodhëse dhe argëtuese ju uroj. Kudo ku ndodheni. Për ata që kanë kohë të lirë, po që përtojnë të marrin librin në dorë dhe ta lexojnë, në plazh apo kudo qofshin, po ju vi unë në ndihmë duke lexuar një fragment nga romani im I ri, Motra e Madhe. Pas lutjes ndaj Zotit, Motra e Madhe ju lut edhe princit. Të përgjërohem I dashur, më jep edhe pa kohë, të premtoj se këtë radhë ëndra jone nuk do jetë më ëndër. Të lutem më kupto, më parë pranoj të vdes se të zhgënjej. E mbylli telefonin pa pritur përgjigjen e princit. Sado që mundua t'i fshinte lotët, zonja Giovanna e kuptoi nga fytyra e skuqur dhe sytë e njomur gjendjen jo normale të motrës së madhe. Bija ime, hajde ulu këtu. Motra e madhe e humbi për një çast toruan. Ishte para herë që zonja Giovanna e thiri si ema, I ati dhe gjyshja. Ajo fjalë, si të ishte shkop magjik, I riktheu çehrjen e zakonshme. Nuk kishte më arsye ta mbante të fshehur ndaj zonjës Giovanna të pathënën e vetme nga jeta e saj. Aq më tepër tani kur zonja ju drejtua me gjuhën prindërore, bija ime. Motra e madhe shikonte me ankth në sy zonjën pas çdo fjale që thoshte për flirtin e saj me princin. Asnjë ndryshim nuk vuri re në çehrjen e fytyrës së zonjës, gjë që e shqetësoi, ajsa për një moment u tulat dhe eshti në mes të rrëfimit. Shenja e bërë me dorë nga zonja Giovanna për të vazhduar, ja largoi ankthin. Atëre vendosi t'i tregojë edhe çastet intime të saj me princin tek guva e projit. Gjë që e kishte anashkaluar në rrëfimet e mëparshme. Zonja Giovanna vazhdoi kokullur edhe për pak sekonda heshtjen. Më pas, duke buzëqeshur, odhi vështrimin te motra e madhe. Dëgjoj bija ime. Mos bëj gabimin që kam bërë unë. E kisha dhe unë princin tim, ja, si ty. Në moshën tënde isha kur mu lut të vija me të në Amerikë. Do ikte me gjithë familjen, nuk dija ç'të bëja. Prindrit nuk deshën, kishin të tjera ëndra dhe plane për të ardhmen time. Kur ndamë, mu lut ta prisja, më premtoi se një ditë do kthehej. U kthye. Jeta ime u kthye përmbys. I matër vdiq I ri në një aksident ajror. Mbeta vetëm me maman. S'ja fal vetes që nuk ika në Amerikë, kur mamaja u martua pas 3 vjetësh nga vdekja e babait. Njerë ku ishte njeri shumë I mirë. Më pranoi dhe sille me mua si disha bija e tij. Bashkë me maman më mbushën mendjen për t'u martuar me vllain e tij. Moj bie. Pas rënkimit, zonja Giovanna I tha motrës së madhe të mbushte 2 filxhan me çaj. Kur e mori vesh ai Amerikës, më tha në telefon vetëm 3 fjalë. Më shkatrove jetën. Ato 3 fjalë më ngulën si trethika në zemër. Vite më vonë, mora vesh që vuante nga depresioni. Një ditë dëgjova nga lajmet në radio që një burr me origjinë italiane ishte gjetur I mbytur në një lumë. Nga dëshmitë dhe përshkrimet e kalimtarëve, doli se kishte kryer vetvrasje duke u hedhur nga ura. Ishte princi im fatkeq. Pësova goditje në zemër, por siç më shikon, jam gjallë që mos qosha. Mos e thuaj këtë fjalë zonjë. Ju nuk keni asnjë faj për vdekjen e tij. Njeriu e ka më pak në dorë fatin se sa fati njeriu. Mire the, por e keqja është se dhe kur e ka në dorë fatin, nuk e shtrëngon fort që të mos I ikë. Ty moj bie, edhe pse me vonesë, të erdhi sot fati si dhuratë nga Zoti. Faleminderit. Kalofshi bukur.